Përshëndetje, sot po flasim për një shenjë ose një simptom tjetër shumë të përbashkët që besoj askush nga ne që nuk e ka provuar në jetë. Dhimbja e kokës është një nga shenjat më të përbashkëta, më të shpeshta që ndodh. Dhe është tregues i disa sëmundjeve. Kush janë shkaktarët kryesorë ose shkaqet që e shkaktojnë? Është stresi, tensioni i lartë. Dhe dhimbja është shtrënguese rreth kokës, si një rip që shtrëngon kokën. Migrena ose dhimbja e kokës kronike pulson shpesh me ndjeshmëri ndaj dritës ose ndaj zhurmës, ndonjëherë edhe me nauze ose kur na vjen për të vjellë. Sinuziti është dhimbje në ballë në faqe, përkeqësohet kur përkulim kokën ndonjëherë. Dehidratimi, pra mungesa e ujit në organizëm, pagjumësia, probleme të shikimit, zakonisht lodhja e madhe, sidomos ditët e sotme me puna para kompjuterit me ore të tëra pa lëvizur, mund të jetë një nga shkaqet. Infeksionet, duke filluar që nga gripi deri tek infeksionet bakteriale, ndryshimet hormonale që ndrodhin qoftë me ndryshimin e moshës, qoftë për arsye të patologjive të ndryshme të sistemit endokrin, dhe presioni i gjakut. Presioni i gjakut mund shkaktojë dhimbje koke, si kur është i lartë edhe kur është i ulët. Kështu që këto janë shkaqet ose shkaktarët kryesorë të dhimbjes kokës. Sa lloj dhimbjesh kemi? Kemi dhimbje tensioni, pra dhimbje e lehtë mesatar, por është konstante kur na zë dhimbja e kokës. Migrenë e fortë pulsuese zakonisht e një anshme, dhe kush vuan nga dhimbja kronike e kokës ose nga migrena e di shumë mirë se ç'do të them. Dhimbje sinuzale është e thellë me ndjesi presioni brenda kokës, sidomos në pjesën e përparme. Dhe dhimbje shumë e fortë rreth syrit në episode të shkurtra. Duke ditur shkaktarët dhe llojet e dhimbjes, kur duhet kërkuar ndihmë mjekësore? Ndihmë mjekësore duhet kërkuar kemi një dhimbje shumë të fortë të papritur. Dhimbja nuk kalon ose përkeqësohet, shoqërohet me temperaturë të lartë, të vjella të vazhdueshme, dobësi, mpirje, çrregullime shikimi ose të foluri që janë qendrat që janë në trurin tonë. Pas një traume, nëse kemi pas një aksident ose një goditje në kokë, sigurisht nëse nuk kalon, duhet të kërkojmë ndihmë mjekësore. Kur kërkojmë ndihmë mjekësore urgjente, pra nuk duhet presim as pak. Dhimbja shumë e fortë dhe e papritur, si një thik, si një goditje rrufeje. Dhimbja më e fortë e jetës, pra nuk e ke provuar ndonjëherë në jetë atë lloj dhimbje. Dhimbje koke me humbje ndjenjash, humbje koshiencë, konfuzion, krizë konvulsive. Dobësi, mpirje të fytyrës, të krahut, të këmbës, pra ka shenja neurologjike. Dhimbja e kokës pasi traume, siç e tham, dhimbja e kokës me temperaturë të lartë ose kur ka rigiditet, ngurtësim të qafës ose të zonës nukale, themi të pjesës mbrasme të kokës. Dhimbja e kokës e shoqëruar me të vjella të vazhdueshme dhe dhimbje koke që ka një intensitet gjithmonë e në rritje. E dim shumë mirë që koka është një kuti e mbyllur dhe nuk ka hapësirë për të tjerat, sigurisht që strukturat anatomike do t'i marrin hapësirën njëra tjetrës. Sidomos dhimbja e kokës te gratë shtatzana, duhet të bëjmë shumë kujdes sepse mund të kemi faktorin e preeklampsisë dhe të eklampsisë. Kur mund të presim 1 ose 2 ditë për dhimbjen e kokës? Nëse dhimbja e kokës, siç tham, në bazë të llojit, zgjat nga 3-4 deri në 5 ditë dhe nuk kalon. Dhimbje që përsëritet shpesh që nuk ka ndodhur më përpara. Dhimbje që zgjon nga gjumi, aq e fortë është dhe të shqetëson. Dhimbje koke për personat me moshë mbi 50 vjeç kur fillon të shfaqet për herë të parë. Dhimbje koke me një presion të lartë gjaku, sidomos këto mosha janë moshat që kryesisht dhimbjen e kokës e justifikojnë me arsye të tjera, stresi, jeta, puna, i marrin edhe një antiinflamator, siç është brufeni, që ka dhe veti që të arrisë akoma më shumë presionin, kështu që kontrolli i presionit është vendimtar në dhimbjen e kokës në këto mosha. Edhe dhimbje koke me ndryshim të sjelljes së personalitetit. Tash sëmundjet janë të ndryshme që mund të janë këto shenjë simptoma, që nga okupimi i hapësirës së kokës nga patologji të ndryshme që mund të jenë që nga hemorragjia, mund të jenë që nga tumorët, mund të jenë që nga arsye krejt të tjera të cilat ne duhet vemi dhe ti identifikojmë dhe ti diagnostikojmë. Kur nuk është urgjente, kur dhimbja është mesatare, kalon mbasi marrim një qetësues, migrena e njohur që nuk ndryshon simptomatologjinë e saj, ndodh siç ndodh zakonisht,
Dhimbje koke nga lodhja, stresi, dehidratimi, sigurisht që kërkojmë pushim, qetësi. Por rregulli i artë është nëse dhimbja e kokës është ndryshe nga zakonisht, është më e fortë dhe shoqërohet me simptoma neurologjike, pra me mpirje, me deficit, mos prit. Shko menjëherë në urgjencë. Kush mund të jenë diagnozat e mundshme për sa i përket dhimbjes kokës dhe si sillemi ne në urgjencë? Pra, kur një person paraqiten në urgjencë me dhimbje të fortë koke dhe me shenja alarmi, mendohet për këto mundësi patologjisht, të cilat sigurisht vërtetohen pastaj më tej edhe nga specialisti i përkatës. Mund të jenë neurologjike, mund të jetë një hemorragji subarachnoidale, dhimbje e papritur si rufea, që thash si një ngulje thike, shpesh me të vjella dhe me humbje koscience ose ndjenjash. Hemorragji intracerebrale, ka dhimbje koke të fortë, por ka edhe deficit, o mpirje, o mos lëvizje, paralizë të njërës anë ose edhe të hemiparez. Iktus iskemik ose trombi, sfostimi i trombit, dhimbje koke me dobësi, në të folur, me shikim të ndryshuar, pra këto janë tipike të iktuseve nga tromboza, ose tromboza e vetë sinuseve venozë cerebral, dhimbje progresive, shpesh të gratë, shtatzani, ose edhe tek femrat e reja që përdorin kontraceptive. Duhet kemi shumë kujdes me dhimbjen e kokës, në qoftë se është një simptom e re që i shfaqet, ose në qoftë se ka disa nga këto shenjat neurologjike që tham pak më lart. Mund të jetë edhe diseksion i arterjes karotide ose vertebrale që është brenda trurit, pra çarja e saj ose disekacioni siç themi në gjuhën mjekësore. Mund të ketë shkaqe infektive, pra mund të jetë një meningjit, mund të jetë një encefalit ose mund të jetë edhe një absces cerebral. Mund të jenë shkaqe okulare, pra otorinolaringoiatrike, siç është glaukoma, rritja e presionit të syrit, dhimbje shumë e fortë rreth syrit, ose sinuzit akut i komplikuar, siç tham, tek mollzat, tek sinuset, që është një dhimbje tipike e sinusit. Të tjera, tham, kriza hipertensive, është tipike në ato moshat e rritur, por zakonisht edhe tek moshat e reja, sidomos tek femrat që kanë presionin më të ulët, gati aty tek limiti i normës, presionin arterial maksimal te 90, 85, 90, ajo mund të shkaktoj dhimbje koke. Dhimbje koke që janë primare që mund të emitojnë një urgjencë, sigurisht është migrena e rëndë, sepse shpeshherë edhe migrena përkeqësohet, pra niveli i dhimbjes ose intensiteti i dhimbjes kokës, dhe dhimbja e fortë rreth syrit, siç e tham pak më parë. Çfarë vlerësojmë ne menjëherë kur shkojmë në urgjencë, ose çfarë duhet bëjmë ne edhe si profesionist? Sigurisht që pacienti kur ka shenjë simptoma, duhet merren menjëherë parametrat jetësor. Parametrat jetësor janë presioni arterial, është frekuenca kardiake, është frekuenca respiratore, është niveli i oksigjenit në gjak dhe niveli i glicemisë, i sheqerit në gjak, se ato janë ato që ndryshojnë edhe kosciencën. Dhe sigurisht me shenja simptoma tipike e kësaj është një skaner i kokës pa kontrast në momentin e parë dhe një analizë gjak komplet për të parë nëse ka infeksion apo jo. Këto janë gjërat e menjëhershme që ne mund të bëjmë në urgjencë për të identifikuar se nëse ka një patologji, që kjo simptom po më tregon që organizmi ka një problem, dhe më tej vazhdojmë me konsultën e specialistit ose jo, se përjashtimi nëpërmjet skanerit është gjëja më e sigurt. Nëse do të vërtetë, sigurisht do të shkojë përsëri te specialisti, por do të shtrohet pacienti, do të ndjeki rrugtimin e veç diagnostikimit edhe të trajtimit të tij. Pra, kush është mesazhi? Çdo dhimbje koke e papritur, ndryshe nga dhimbjet e zakonshme, ose me shenja neurologjike, infektive ose ORL, siç e thash pak më lart, trajtohet si urgjencë, mos prit, shko në urgjencë. Në rastet e tjera ke kohë të presësh dhe të kërkosh një këshill nga mjeku. Ndoshta në episodet e ardhshme do t'i marrim me radhë dhimbjet e kokës, shikojmë edhe trajtimin se çfarë mund të bëhet që në banesë. Sigurisht jo për çdo dhimbje koke do të vrapojmë në spital. Shihemi në episodin e radhës.